COVID-19 është ndruar tashmë në një viroz sezonale ngjashme me viruset e tjera të frymarrjes. Kështu shprehen mjekët e qendrave shëndetësore, ku gjatë javëve të fundit janë konstatuar raste sporadike të COVID, por pa komplikacione serioze. Sipas mjekës së familjes Raimonda Zoto, në qendrat shëndetësore janë paraqitur pacientë të grup moshave të ndryshme, përfshi edhe fëmijë të vegjël dhe nxënës shkollash. Të gjithë pacientët e testuar kanë shfaqur simptoma të lehta, të cilat kanë zgjatur vetëm 2 deri 3 ditë dhe nuk kanë patur nevojë për trajtim spitalor. Ne kemi pasur raste Covid-i, ne kemi testuar. Pra, ekzistojnë testet, rapid testet në qendra shëndetësore dhe kemi testuar. Një pjesë e fëmijëve kanë dalë Covid pozitiv, kjo nuk ka pasur, si themi, një kufi moshe, kanë dalë fëmijët që nga 1 muaj, 2 muaj e lartë, edhe fëmijët e shkollave kanë rezultuar me Covid pozitiv. Nuk është se kemi pasur në një, si thua, komplikacion ndaj Covidit, shenjat kanë qenë maksimumi 2 deri në 3 ditë dhe fëmija është stabilizuar, u është kërkuar prindërve që të bëhet një rikontrol pas kalimit të shenjave të Covidit dhe aktualisht jemi në situatën që nuk kemi asnjë të rënduar nga Covid pozitiv. Nga ana tjetër bëhet me dije se moshat e treta apo personat që kanë nevojë të udhëtojnë janë ata që më së shumti kërkojnë testim, por edhe në këto kushte nuk janë konstatuar probleme serioze shëndetësore. Mjekët bëjnë apel që qytetarët të mos krijojnë panik të panevojshëm, por të tregojnë kujdes në rast shfaqjeje simptomash. Tani në këto momente nuk është se kemi pasur ndonjë kërkesë për vaksinimin për Covid. Edhe pse u kemi sugjeruar, janë më tepër moshat e treta që e kërkojnë ose ata persona që duan të udhtojnë. Zoto parlemron veçanërisht kundër përdorimit pa kriter të medikamenteve apo antibiotikëve, të cilët mund të dëmtojnë shëndetin nëse merren pa rekomandimin mjekësor. Nëse fëmia paraqet shenjat e një infeksioni viral apo një temperaturë, një dhimbje koke, lodhje, kputje, rruf, teshtima, koll, duhet paraqiten pranë qendrës shëndetësore. Pra, në qendrën shëndetësore duhet të takojnë me mjekun e tyre, të fëmijëve dhe duhet që të marrin informacione se si do të vazhdojnë ndjekjen e fëmijës. Të mos vrapojnë nëpër farmaci duke marrë qoftë antipiretikët, pra medikamentet kundër uljes temperaturës pa kriter apo vitamina pa kriter apo shurupe kolle pa kriter që edhe mund të mos jenë fare të nevojshme apo antibiotik pa kriter. Pra duhet të konsultojnë me mjekun e familjes që të japin orientimin e duhur, qoftë edhe për terapin, qoftë edhe për këshillat që janë si shtimi i sasisë së lëngjeve, i marrjes së vitaminave apo i qëndrimit në shtëpi, i kufizimit të mos jenë në komunitet. Ndërkohë, Spitali Rajonal i Vlorës po përballet me një fluks të shtuar vizitash rutinë, çka e bën të vështirë menaxhimin e ngarkesës për stafin mjekësor. Kjo situatë vjen edhe si pasojë rritjes së kërkesave për kontrolle dhe për problematika jo emergjente. Për këtë arsye, mjekët këshillojnë qytetarët që për shqetësime të lekta shëndetësore t'i drejtojnë fillimisht qendrave shëndetësore, duke ndihmuar kështu në lehtësimin e punës së mjekëve spitalor dhe përmirësimin e shërbimit për rastet që kanë realisht nevojë për trajtim të specializuar. Që përplasen spitali vërtet është 24 orë hapur, por e ka të papërballueshme fluksin e vizitave, si themi, rutinë. Sepse aty vjen edhe për një temperaturë, edhe për një ashtu, pa marrë kontaktin e parë me mjekun në qendrë shëndetësore. Pra, duhet lehtësuar pak puna e mjekëve në spital, sepse ka goxha fluks. Ka goxha fluks për të dhënë një shërbim si duhet.